Kandidatja për deputete në listën e hapur të Partisë Demokratike për qarkun e Vlorës, Alta Lucia Azizi, këto ditë të fushatës së saj elektorale në Vlorë, i ka patur me tepër angazhime dhe takime elektorale. Aluci ka qenë e përqendruar në shumë zona të qytetit, por edhe në rang qarku, në Imar, Borsh, Sarand, Delvin dhe Shalës. Në këto zona është takuar me banorët, me të cilët ka folur dhe ka komunikuar mbi problematikat, hallet dhe shqetësimet e jetës së tyre të përditshme. Gjithashtu Aluci ka zhvilluar disa takime të fryqme me gra dhe vajza demokrate, të cilat kanë qenë pjesë e lidhjes demokratike të gruas në Vlorë dhe jo vetëm. Teksa nuk ka haruar të ketë në fokus të takimeve elektorale edhe komunitetin ku jeton, ku kalon jetën e përditshme, duke patur takime me banorët e zonës në të cilën ajo jeton, pjesë e rajonit nr. 1. Përqendrimi i fushatës së saj elektorale është edhe te takimet der më der, teksa për këtë qëllim ka shkuar në banesa dhe biznese në rajon, ku është takuar me banorë të zonës, përfaqësues të bizneseve, duke biseduar me këta të fundit për problematikat e përditshme. Në fokus të bisedimeve, edhe prezantimi i programit të Partisë Demokratike i dedikuar për gra dhe vajzat, programi i dedikuar për pagat dhe pensione më të larta, për një program të dedikuar për biznesin e vogël dhe atë të mesëm. Gjithashtu pjesë e bashkëbisedimit edhe ai me gra sipërmarrëse, për të përqendruar në bisedë të disa pika të programit të Partisë Demokratike te gratë dhe vajzat, të cilat ndërmarrin iniciativa të reja. Fushata elektorale e kandidates Alta Lucia Azizi do të vijojë me të tjera ndalesa në qarkun e Vlorës dhe jo vetëm fokusuar në rajonin 1, për të takuar aty me banorë të zonës, biznesmen dhe sipërmarrës, për të ndarë me ta ide se si në të ardhmen mund të bëhet edhe më mirë.